Shumë e këto lider pas përfundimit të luftës përfunduan në litar ose në pushkatim, por ajo që dua të them është që Shqipëria nuk ishte as pak e veçantë, madje ka ca aspekte që ja zbusin goxha qëndrimin qeverisë shqiptare, sepse nuk kemi asnjë dokument të shkruar ku qeveria shqiptare, po themi kolaboracioniste e kohës, të ketë dhënë urdhra për pogrome apo veprime ekstreme në mbështetje të le të themi në atë kohë pra pushtuesve gjerman. Sigurisht që vendi kishte nevojë për administrimin e punëve të jetës së përditshme, apo jo? Njeriu lind, vdes, do lëshosh një certifikat, do lëshosh shërbime në bashki, dikush do punoj dhe do merresh vesh me shqiptarët, apo jo? Do mbajti pas të qytetit. Se jeta nuk ka. Pushteti lokal do pastrojë e tjera. Tani kjo ju ofrua nga gjermanët si mundësi nga vendet balltike deri në Shqipëri. Kryesisht ju tha të gjitha qeverive që mos më nxirrni probleme, nëse s'doni të jeni miqësor, të paktën mos jeni arbitësor, shikoni punët tuaja të brendshme dhe me tjerat pastaj merremi ne. Plus i Shqipërisë ekstra ju citua sovraniteti dhe neutraliteti. Ndryshe nga se shkalla e varësisë nga Rajhu ka qenë shumë e ndryshme. Nëse shohim vendet balltike dhe vendet e pushtuara, për shembull Ukrainën, Bielorusinë, shkalla e autonomisë ka qenë shumë e vogël, ndërkohë që shkalla autonomisë për shqiptarët ose e pavarësisë madje ishte shumë e madhe, saqë Shqipëria perceptohej thjesht si rrugë kalimi dhe ndërkohë çdo gjë i u la në dorë shqiptarëve, po s'ndodhi e njëjta gjë në Poloni.